Aplikimet për azil nga shtetasit shqiptar në një nga vendet e Bashkimit Evropian kanë vijuar edhe në muajt e parë të këtij viti, ndonse me ritme shumë më të ulta në raport me vitet e mëparshme. Eurostat bëri të ditur se në janar deri në mars janë shënuar gjithsej 1445 kërkesa për azil nga shtetas shqiptar në Bashkimin Evropian, me një rënje prej 30% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është numri më i ulët i kërkesave për azil që nga e njëjta periudhë viti 2021, kur kishte kufizime të lëvizjeve për shkak të pandemisë. Në krahasim me vitin 2022, kur u shënua rekordi pas pandemisë, aplikimet për azil nga janari në muajin mars të vitit 2025 ishin 51% më të ulta, ndërsa pas vitit 2016 në vend nisi një valë e re e migracioni që u frenua disi pas periudhës së pandemisë për të rifilluar në 2022-shin. Gjithsesi, vitet e fundit ka një tendencë për të ikur përmes kontratave të punës, sidomos në Gjermani, dhe shifrat e azil kërkuesve reflektojnë vetëm pjesërisht një rënje të tendencës së emigracionit. Numri i kërkesave për azil shënoi një rënje prej 23% krahasuar me marsin e vitit 2024 dhe një rënje prej 2% krahasuar me shkurtin e vitit 2025. 57.925 qytetarë jo të BE-s aplikuan për herë të parë për mbrojtje ndërkombëtare në vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu pati 7.430 aplikime përsëritëse që përfaqësojnë një rritje prej 4% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025 në Bashkimin Evropian u dhan 198.570 vendime në shkallë të parë për kërkesat për azil, një rënje prej 1% krahasuar me 3 mujorin e mëparshëm dhe një rritje prej 7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga këto vendime në shkallë të parë, 33% ishin pozitive. Venezuelianët mbetën grupi më i madh i personave që kërkonin azil për herë të parë, të ndjekur nga afganët dhe shtetasit nga Bangladeshi. Spanja, Italia, Franca dhe Gjermania pritën 78% të aplikantëve për herë të parë, Spanja me 13.335, Italia me 12.390 dhe Franca me 10.690 aplikant, ndërsa Gjermania me 8.975 regjistruan numrin më të lartë të aplikimeve për azil për herë të parë, duke përbërë 78% të gjitha aplikimeve për herë të parë në Bashkimin Evropian. Norma totale e aplikantëve për azil për herë të parë në BE në mars të këtij viti ishte 12.9 për çdo 100.000 banor.